Ti njeh më mirë nga gjitha. Unë besoj që 2 ndeshjet e fundit presioni vjen duke u ngritur dhe në momentin që presioni vjen duke u ngritur, unë besoj që edhe forma do të jetë maksimale. Dhe është shqetësuese deri diku për paktën në opinionin tim kur shoh disa nga lojtarët që nga Aslani i cili 2-3 ndeshjet e fundit e ka humbur vendin apo Ylli. Ylli zëvendësues ndeshjen e kaluar të radhës. Broja është në situatë që u bë kohë që është në situatë problematike. Gjimshiti tashmë u rikthye nga dëmtimi u fut disa minuta. Hysaj mos gaboj sot është rikuperuar. Është rikuperuar. Në thënë shumica lojtarëve nuk janë Ismaili është kthyer Mitaj titullar. Kështu janë gjithmonë ato. Shiko, Redi, problemi është që 2 ndeshjet e fundit kam përshtypjen ku dhe presioni është më i madh, ti duhet të jesh akoma më tepër gati, sepse gjatë rrugës sigurisht që ka dhe ajo problematikat e veta. Lista është e gjerë, se s'janë vetëm këto emra, se po unë besoj që Cecilinho nuk është nga ata që surprizon në përzgjedhjet e tij. Paka gjithashtu kishim edhe Muçin, i cili ka rëmbyer shumë minuta të Muçin faktikisht e pash në digital në fundjavë ishte goxha aktive, nuk ishte më Muçi me pak besim, po e pash me shumë besim. Ndeshjet vështirë me Gallatën 80 minuta mbajti peshët. 0-0, edhe luazi pothuajse diku te 8-3 minuta. Ishte mu duk shumë mirë. Mendoj që do rikthehet në listë? Kjo është një pyetje franceze ka $1 milion, po që unë besoj që një lojtar si Muçi duhet të jetë lista jonë, nëse më pyet mua, pastaj çfarë do ndodhi është një lojtar që duhet të jetë gjithmonë. Çudia madhe do jetë. Megjithatë Manush më pëlqen ta shikoj atë gotën gjysmë plot. Edhe lojtarët që nuk luajnë, ndoshta ndeshjet me ekipin kombëtar kanë një mundësi për t'i treguar edhe klubit tyre që kam një mundësi për të shfaqur, kam një mundësi për të Kjo është karakteristik Manush që e kombëtarës sonë, se unë kujtoj që nga koha jonë. Kemi luajtur ndeshje me kombëtaren dhe pa pasur ekip fare. Gjoj, se vursh kjo. Kam luajtur ndeshje me ekipin kombëtar dhe pa pasur ekip fare. Muaj shtator, kam luajtur me Zvicrën dhe se mbaj mend me Rusin. Po ju aq ishit atëherë apo 20 veta ishit gjithsesi. Jo, jo, se ishin lojtarët tanë transformohen. Kjo është e vërtetë. Domethënë pavarësisht asaj që luajnë kur vinë këtu, kanë një ritëm tjetër. E di si ka qenë një grumbullim me Brigelin? Tha Brigeli, ishte ditë bëj grumbullim dielën të hënë, tha gjota. Kush ka luajt dje, tha? Të dalit këtej, ata që s'ka luajt dolën këtej. Dolën vetëm 2 veta këtej, 21 veta dolën këtej. Do tha si që luajt, pra 20 nga 23 veta, vetëm 2 veta kishin luajt të dielën me ekipin e tyre ose të shtunë, s'ka rëndësi, ai tha kush ka luajtur në fundjavë, tha. Pra, si dolën Madite, si dolën? Se mbajmë ka qenë fund. Ka qenë me Zvicrën kemi dalë. Atëherë di rezultati. Ka qenë fund kampionati. Pra, unë mendoj që neve eliminatorët tona i kemi mbaruar. Ne do fitojmë me Andorrën dhe ne do mundemi me Anglinë, se ky është kapaciteti jonë. Pra, unë nuk mendoj se ka një alarm shumë të madh, sepse kjo është logjika e gjërave. Pastaj nëse fiton Serbia me Angli, pastaj ajo është Redi të kujtoj diçka. Ndeshjen më të mirë që ka bërë Shqipëria e bëri me Serbinë këtu 0-0 dhe mbas asaj shkojnë Letoni po e mën. Ai barazimi letonis na ishin njëra mbas tjetrës. Po pra dhe kjo fitore që bën. Ishin 3 ditë mbrapa. Nuk ishim mbas një muaj. Ka drejtë, s'ka arsye të mendojmë që do ketë surprizë. Kes, lutem, si tifozi tani ç'i shef të kombëtaren ti, se ti ndjek shumë to. Kombëtaren, çunat e kombëtares. E pe gol Arbor Rogjës? Si u duke goli? Shumë i lezetshëm. Shumë i lezetshëm, ishte gol. Ti je entuziazëm apo jo? Eurogol. Dëgjoj, edhe Ernesti nuk ishte keq, ëh? Super, paske kështu për ndjekti, se duke sigur. Gjes, ti me kë komunikuar, si është gjendja tyre shpirtërore? O zot, nuk më ndalet ti me këto. Ama të ngacmoj se di që... Ja, unë dua që skuadra këtë herë se gjithmonë me skuadrat e vogla si Andorra, gjithmonë nuk dalim si që duhet. Dhe mendoj që fokusi kryesori i kombëtarës duhet jetë të ndeshjet, pastaj te gocat në Instagram, Manush. Po mirë, se mendoj që kanë gola për të bërë, se kanë gjëra për të festuar. Për shembull, shumë prej tyre priten që të bëhen prindër për herë të parë. Kush? Po mirë, tani unë kaq po them. Me informacionet që kam. Muçi sapo është bërë prind, po kush tjetër? Pritet të bëhet, s'është bërë akoma. Pritet të bëhet. Po na merr vesh tani se ne ti urojmë çunat tu. Shyti. Hajde, jemi para Andorrës dhe Anglisë. Stacion janë një udhtim ose rrugtim me shumë stacione, një nga këto është edhe detyra. Ne kemi pak problem kur duhet jemi detyruar të fitojmë,
por për treguar që vlejmë për kombëtarët duhet ta bëjmë atë këtë detyrë. Përndryshe pastaj jemi një ekip kombëtar që nuk meritonim të shkonim në play-off, se nuk po them që të shkojmë në botror, domethënë po fituam me Andorrën. Unë shpresoj të jetë një ambient interesant. Andorra është shumë e vogël, do në stadiumi shumë i vogël, me aq sa kam dëgjuar shqiptar do ketë pafund, dhe kjo është shumë e rëndësishme për ekipin tonë kombëtar, pra do duket sikur luajmë në shtëpi. Dhe jam shpresë plot sepse besoj shumë që kur ne ndjejmë dëshirën dhe nevojën për të shkuar në botror, ata ndjejmë kombëtarja gjithë institucioni i federatës, ndjejmë besoj unë dhe do ta çoj, unë shpresoj ta çoj do ishte shumë interesant. Megjithëse për mua personalisht këto eliminatorë kanë mbaruar kur fituam në Leskovac. Minuti fundit për kombëtaren, se kemi Monday Soccer, për kombëtaren ne fillojmë, siç thot Francesca, diskutimet sot dhe mbarojmë me datën 13 në darkë. Apo 16 kur i bi? Në datë 13. 17. 17 kemi procesin, pra kemi për ditë kombëtare, e keni në Top Albana Radio, e keni këtu, e keni sa tap një syt, do habiteni, do shihni vetëm Gzim Sinemati. Po. Tani të gjitha i thamë për kombëtarë. Edhe unë një fjali, gjithë historia e mirë e kësaj është që s'ka si të dëmtuar. Gjithë lojtarët janë në formë, golashnusit çalojnë pak broja, po shqyri mori minutat me Arsenalin se pasha dhe i tha Ylli, edhe pse me Arsenalin mirë theti, të kapësh topin është lajm, jo të rrezikosh. Kështu që mendoj që ndeshja me Andorra nuk ka asnjë lloj as rezultati tjetër, nuk duhet as të kalojë në përmend, duhet të jetë fitore. Edhe fjalit fundit, edhe statistikat me Silvion, se duke sigur fitore është gogol. Po me Silvion kemi 30 ndeshje, 14 janë fitore, kështu që edhe radhës mund të thjesht. Mund të vijë fitore 5-5. Jo mund më, ç'është kjo? Monday Soccer, jemi gati? Ta ndryshojmë pak atmosferën, se folëm kaq shumë për djem, tani kam edhe një surprizë për vajzat. Jepi. Kemi për të zbuluar aromën më të re të si parfum nga Giorgio Armani, një përkufizim i ri i elegancës femërore më në fund në këtë studio. Një kombinim i përsosur i seksualitetit dhe forcës me nota bazë vaniljes që krijon një ndjesi të ngrohtë dhe të paharrueshme. Këtë parfum e gjeni në variantin 30-50 dhe 100 ml, çdo pikë të dyqaneve Beauty Point në vendin tonë si në Coin, Etos, Beauty and City dhe Anai. Si parfum thuaj po vetes, pasionit dhe guximit që të përfaqëson. Sa mirë që aktore, super kjo. Monday Soccer na solli këto rezultate. Tirana Bylis 0-2. Dinamo Teuta 0-0. Flamurtari Elbasanit 0-1. Rimi që ke kjo Tirana? Mund të i shkoj fjala kriz? Pyetje për gjithë panelin.